Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu dhe falenderoj dhe vetëm me falën e ndihmën. Të nderuar vëllezër, historikisht të kthehemi në historinë e Islamit, në historinë e fesë tonë. Sot dita e 17 e muajit Ramazan, dita e luftës që e ka ndarë të vërtetën nga të pavërteta dhe ka larguar sulmumin nga muslimanët. Kjo luftë e Bedrit ka ndodhur në muajin Ramazan në ditën e 17. Në që se mbram muslimanët janë mbram gati dhe i ka rrok një shi për mi vëndu në gjokë dhe mi të kushu, atër sot, para 1400 disa viteve, muslimanët sot këtë ditë ka luftu kundër rebelitetit. Dhe sot do të flasim për këtë histori, për vjetë ne flasim për këtë temë, jo vetëm këtë xhami, dhe gjitha xhamiat më këtë datë, gjithë botën forë të luftën e Bedrit, se si musliman e kanë luftu të pavërteta, i kanë luftu mushrikët me izin Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, pse erdhë deri te lufta e Bedrit? Shkaku, pse musliman shkuan në Bedr? Duke pas parasysh që musliman këtë ditë ishin në Medinë, ndërsa mushrikët ishin në Mekë. Medinja dhe Mekka kanë largësi 450 km. Ndërsa lufta ka ndodhur në Mekës dhe Medinës në afërsitë të qytetit Jambo, ose më afër Medinës, 140 km i ka prej Medinës me shku në Bedr. Ndërsa prej Bedrit me dalë detin e Kuq në qytetin Jambo, i ka 70 km, ose 80. Ndërsa Mekka është më larg. Mekka prej Medinës deri Mekka i ka 450 km. Por afërsisht ta kuptoni, ata që kanë qenë ato vende e di, mirë po ju që nuk keni qenë, inshallah Allah ja mëson të viziononi ato vende që të kuptoni në aspektin geografik ose matematikor se sa dhe si është puna. Muslimanët është shpërngulën prej Mekës në Medinë, mirë po pasunin, fëmijët, bashkëshortët, tokën e lanë Mekë. Patën mundësi me e marrë me Mekë. Dhe tash, në Medinë, secili herë muslimanët e kishin ngajle dhe kishin obligim pasurin që e kanë lënë Mekë ose që e kanë vjetë, o kanë zaptu mushrikët e Mekës. Dhe pejgamberi një ditë prej ditëve e hetoi dikush i tregoi që karavani e Abu Sufjanit, cili karavan ka udhëtuar prej Mekës në Sham, Damas, është duke u kthyer. Dhe shumë pasuri ka, dhe pejgamberi dërgon disa sahabe, njëri është Talha ibn Ubaydullah, ndërsa tjetri është Sejid ibn Zaid. Këto disa sahabe dërgon, thotë shkoni dhe përsëritni rrugën nga do të kthehet karavani e Abu Sufjanit. Ta hetojnë dhe thonë, është duke këthi filan vende, dhe më thonë shumë afër Medinës është duke gallë. Atër pejgamberi urdhon të përgatiten musliman kush do. Jo obligim, duke ka thonë, hajde në xhihad, s'ka pas tu qëllim lufte. Tu ka pas qëllim me dalë rrugë edhe me këthi pasurin. Me i thonë Ebu Gjehlit dhe Abu Sufjanin, ne nuk kemi dalë luftin, po qatë pasurin që na keni marrë të marrim dhe shkojmë në këshin i shofën punën tonë. Mirë po, muslimat që kanë dalë, kanë qenë 303, 305, 307, 309, dhe me thonë, të gjitha librat thuhet që mbi 300 deri 320. Mirë po pejgamberi në Islam, kur ka dalë ndonjëherë dikun, pa marrë parasysh ka pas apo nuk ka pas luftë, është përgatit. Dhe i ka caktuar njerëzit. Mirë po, prej 300 vete që i ka numëruar ushtria islame në këtë rast, 100 kanë qenë muhajir, 100 kanë qenë nga Mekka, ndërsa tjerë kanë qenë nga Medinë. Prej Medinelive kanë qenë Ensar, mirë po ka pas të Aus edhe Khazraj. Do me thonë nga qëtë familjet e mëdhaja të Medinës kanë marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Të dërshë vëzëm, këtë luftë pejgamberi ka pas vetëm dikuaj. Edhe atë njëri ka qeni Zubejr ibn Afamit, radiallahu anhu, e tjetri el-Miqdad ibn Asfad el-Kindi. Do me thonë, dy sahabe, dikuaj. I ka pas 70 deve
dhe secila dhemë është dashur me imojt nga 3 sahabe. Do të thonë pejgamberi ka qenë me Aliun dhe Mirtha ibn Abi Mirtha al-Qanawi. Aliu radhiyallahu anhu, Mirthati edhe pejgamberi kanë qenë me një dhemë. Do të thonë njëherë, pastaj ka zbrit ai ki kur është kohë tjetri. Mirë po këta disa sahabe kanë thonë, ja Rasulullah, larg është. Prej Medinës në Bedr, larg është. A ka mundësi vetëm të trish me deve? Jo, nuk e ka planuar këtë. Dhe do të thonë janë ndronë, sepse secili njeri, është njeri, lodhë. Edhe pejgamberi sa ka thonë, mirë po unë jam pejgamber, mirë po atë ju jeni njerëz të dohet dhe lodhë. Nuk ka qëllimi tash pse çeka dikush më i madh edhe të rrin e këta tjerë të punën. Jo, çdo herë duhet me dhënë edhe përparësi fëmijët të me dhënë përparësi të moshuarit e me dhënë përparësi të doktit të kështu radhë, që të afrohemi Allahu subhanahu wa taala. Komandën kryesore e ka pas Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr e ka pas në flamur të bardhë dhe e ka pas komandën kryesore në komandën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të pejgamberi sa këtu në këtë rast, ushtrinë e vetë ka ndarë një qeta. Qeta e parë nga udhëheq Ali ibn Abi Talibi dhe qetën e ditë, do me thonë qetën e muhaxhirinëve, kështu janë ndarë, një qeta. Qeta e parë nga udhëheq Aliu radhiyallahu anhu dhe kreta ta ka qenë Mekeni dhe qetën e ditë nga udhëheq Sa'd ibn Mu'adh dhe ka qenë kretën Sa'd ibn Mu'adh ka qenë i Medinës dhe kretë që ushtria ka pasur në Medinës. Mirë po, prapë ushtria ka disa sigurime tjera, me sigurime e rrugës, është pa e Zubair ibn al-Awwam, sepse ka qenë kalorës, e përmenda më herët ka pasur dikuaj. Zubairi edhe Miqdadi, tash pejgamberi me ka urdhëruar Zubairin që ai pak më atë e vetë shkon pa parë në rrugë ta siguron. Dërsa me drejtimin e marshimit, ka me shku rrugën që e ka ditë mirë dhe ka udhëheqë rrugën, e në Miqdad ibn Amr. Edhe ki ka pas kalin e vetë, Zubairi dhe Miqdadi, njëri sigurimin e tjetri marshimin, e i pak ka ecën. Mirë po, përcjellin, edhe përcjellin, t'i themi sigurin, kjo përcjellin drishimje, ka i ibn Abi Sa'sa, kështu e ka pas emrin sahabja, përcjellin e ka siguru, dhe me thonë e ka përcjell situatën, e ka përcjell situatën që mos del do një problem, mos se morët dikush, mos ka nevojë dikush për ushtim, mos ka nevojë dikush për ujë, edhe pse ka qenë Ramazan. Mirë po në këtë rast pejgamberi nuk ka urdhëruar as me prish Ramazan, as me bajt Ramazan, se si ka ditë punën e vetë. Dhe se vëza, ushtria islame para se më arrit Bedr e heton Abu Sufjani se ka ndarë me Dinelit me prit karavanit dhe ndron rrugën. Ndryshon rrugën dhe e shpëton karavanin. Ama para kësaj e ka dërgu një njeri Damdam ibn Amr al-Ghifari, Abu Sufjani, prej atje ku e ka hetuar që ka ndarë në rrugë me Dinelit, krije me pejgamberin ta, me marr pasuri. E ka dërgu Damdam Amr al-Ghifariun në Mekë, dhe ki kur ka shku në Mekë, për me tërheq vëmendjen popullit. Por shembull me hinë xhami tash dikush me kravat, me tresha të mira, s'ka problem. Ama me hinë xhami dikush me shkush këmishën, edhe me përtit, edhe flok mish, me bon diçka jashtë normalës. Atëherë unë ka monarë, ju këtë kini mufti kraj që qka. Por shembull me hinë dikush, si do më të xhami, unë të kundë dhe me thonë s'ka problem, normale. Amo nëse hinë dikush vrapana për xhami, qak, vajtan, shkoq, shban, do me thonë do të punarë me e ba qka është puna, do me thonë diçka në nërmejtë. Damdam ibn Amr al-Ghifari për me u tërheq vëmendjen me kelime, u ka skuq, i ka shko steshën, u ka plohë rose dhe ka bërti. Shkoj pasuria juaj, por mbledhuni sepse jam duke tërgu senamin e Abu Sufjanit se karavani është dhe ka mundësi me ra në komandën dhe në udhëtsinë e Muhamedit. Kështu ka thonë. Do me thonë ka mundësi me
usurpu Muhammed al-Islam dhe e dërgon në Medinë. Kur e kuptojnë se çka është puna, pregatitën Mekasit, mushrikët e Mekës me njerë, pregatitën që të shkojnë të ndihmojnë karavanin. Nisën 1307 në krije me Ebu Gjehlin. Ebu Gjehlin, atë ka pas kryesori. Ebu Gjehlin ka pas emrin Ebu Hakem, baba i dituris, sepse Ebu Gjehlin ka qenë njeri i mençur. Mos mendojeni se Ebu Gjehlin gjahili. Jo, nuk ka qenë gjahili, por ka qenë njeriu më i mençur Mekë. Edhe komandanti kryesor dhe askani më i madh Mekë. Edhe më i mençur në Mekë, edhe më i ditur në Mekë. Mirë po pejgamberi sa për të poshtërsu, se nuk e ka pranuar Islamin, i ka thonë Ebu Gjehl, baba i pa dituris. Sepse ai ka pas emrin Ebu Hakem, baba i mençurisë, i diturisë. Mirë po pejgamberi për me poshtërsu, i ka thonë ti Ebu Gjehl, baba i pa diturisë. Mirë po Mekasit, duhet me kuptoni se kanë qenë më të fortë me poslanika, kanë pas mbi 100 kuaj për nisat apo në Bedër, kanë pas mbi 600 parthmone që nuk e lejon, e hekër që e mbron trupin, që nuk e lejon në shigjetës, në përtimin e shigjetës. Dhe shumë deve, aqë shumë deve sa që historiantë që mirën me këta çështje nuk e dinë se sa ka pas si deve në pas. Do me thonë një muj ka zgjatë kjo lufte e Bedrit, mushrikët e Mekës një ditë i kam prej 9 deve, një ditë 10 deve për më kushtim. Paramendoj sa deve, 30 ditë, ka 10 deve, 300 deve ata vetëm i kanë prej për kushtim. Me deve që kanë ecë ata, që kanë pas nevojë për deve, me hikë me deve. Si do qoftë, 1307, karavani shpëton, pasi që e kuptojnë me kenit se karavani shpëton atëherë, ka qenë të një fiz Benu Bekër, ata që janë pajtu. Dhe Ebu Gjehli ta quajmë kriminal, këtë rast terrorist, si që në emër të keshë që se ja vëndon, nuk është problem, prishme. Ebu Gjehli nuk është përnuat, e ka thonë pasi që ka shpëtu karavani, Ebu Sufjani ka arrit, në Mekke, si ka nevojt është në shku në Bedër me luftu. Jo Ebu Gjehli, do të kena me luftu. Mirë po, familja Benu Zehre nuk ka planu me luftu kundër pejgamberit Islam, pasi që thotë, pejgamberi nuk na ka pasur që karavanin e kemi, pasurin e kemi pse me luftu, pse me qenë me der gjak dhe një prej komandantëve të familjes Benu Zehre me emrin El-Akhnas ibn Sharik i urdhoi familjen e tij më të gjallë, më u kthi në Mekë. Ata u kthi me të një me kemi. Ju e dini tash, kur e kemi shpjeguar, e kemi thonë 1300. Ama këtu tash në 1300. Po, është e vërtetë se janë nis 1300, mirë po kur e kanë shpëtu karavanin, atë familja Benu Zehre është kthi me 300 ushtar në Mekë. Ata që vëzëm, kur e kanë kuptu sahabët se nuk është puna me dalë me e marë karavanin, po është puna vetëm se luft po me marë. Atër kanë fillu në zemrat e muslimanëve të jenë labil, të jenë labile, jo të forta, imanin mora, ma unë për shkoj, jemi njës, hajde gjëmat niftar, ama kur të shkojmë atje jo njërë, për e iftarë duhet me luftu për një me, mëse ma unë iftar, ka talë e ne imanin e kina me unë buk, ama me luftu ja. Du me thonë me njerë dalau të puna, ma e vërteta se dalau si dalau. Sahabët janë nisë në Medinë, jo shumë pregatitur, për me i dalë në rrugë, për Sufjanit me janë marë karavanin, vdes një ati 3 se mu t'i punë. Ama jam e bërë luft. Allahu të veçanë thotë, kema akhrajaka rabbuka min bejtike min haqq, ashtu si ka kur të ka nxjerrë Allahu me të vërtetë nga shtëpia jote, wa inna fariqa min al-mu'minina lakarihun, mirë po është një grup nga besimtarët që nuk e kanë merak, nuk e dëshirojnë luftën. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Thot ata ai grupi vogël
janë me po. Dinë edhe me mshef të vërtetë. Në po kur ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj është ngrit këtë rast kur ka qenë të shimë të shtria islame në Bedër, para se marit Bedër, është ngrit Ebu Bekri dhe ka folë se ne në muslimanët duhet me vdekje drejt për hir të Allahut. Është ngrit Omeri ka folë fjalë mira, mirë po pastaj është ngrit Al-Miqdad ibn Amr, ai kalorësi, ai që e përcjellte sigurimin në shtrisë, edhe ka thënë: O pejgamberi Allahut, ne nuk jemi sigur populli i Musës alayhis salam, i cili ka thonë: idhhab anta faqatila nahnu hahuna qa'idun. Shko ti o Mu dhe Mus. I ka thonë populli: shko o Mus, lufto ti kundra faraonit, në qoftë se fiton, eja na tregon se ne jemi duke prit lejmë të mirë. Do të thonë krejt populli i ri. Rinë ata që Musa shkon luftona, mirët veç më ta dhe thot: hajde se u kripu. Jo, thot Miqdadi: o, i dërguari Allahut, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Shko ti edhe Allahu, nahnu ma'aka muqatilun, sepse edhe ne me ti do të vim dhe do të luftojmë kundër Allahut. Mirë po pejgamberi Islam, Ebu Bekri i Mekës, Omeri i Mekës dhe Miqdadi i Mekës, të tretë Mekës, muhaxhir, familje të mëdhtë të lidhur fis. Ka dashur të marrë mendimin e ansarëve, mendimin e medinelive, se ata kanë qenë më shumë 200. Mirë po, këtu ka qenë një njeri me emrin Sa'd ibn Mu'adh, ka qenë komandant i ansarëve, përmendë Allahu. Thot: ja Rasulullah, ma merr vendja sikur me dash tuni me fol diçka, ose sikur me dash që njëri prej nesh me fol. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: e qenë, po është e vërtetë se kam dëshirë dikush prej juve ose ti të flasësh. Atëherë ka një Sa'd ibn Mu'adh dhe thot: faqat amanna bika, thot ne kemi besuar ti, wa saddaqnak, edhe kemi vërtetuar dhe jemi sigurt që atë që e flet është hak. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق, dhe jemi dëshmitar se ma atë që ke ardhur është e vërtetë. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا, edhe të kemi premtuar se nëse na urdhon, ku të na urdhësh kemi me shku, edhe të respektojmë ti dhe Allahun. Allahun njerë pas e ti. Nëse na urdhon me shku në luftë, kena me shku të gjithë luftë. Nëse na urdhon me më paqe, të gjithë kena me më paqe. Atëherë për e mësam, kër i ndëgjej këtë fjallë, mora hatu, edhe tha organizonja dhe e thirin seancën e shurës dhe u ullën dhe e biseduan se si do të regullojnë dhe si do të luftojnë kundra Mekellive. Dhe me thonë, filluan dhe u nisën për me thi pasurin edhe për dalin për me këtë luftë. Shumë ka dalim, sepse sahabët me dinelin, sahabët nuk kanë qenë të pregatitur për luftë. Mirë për e nisë për një qka tjetë, mirë për Allah e ka vendosë, këtu vendosë luftë. Pasi që i ka regullu me endët për nësam shkon për patrullim, shkon dhe shef situatën personalisht, dhe me thonë si pejgamber nuk i ka arë turp dhe mara e me dalë, po jo ka dalë me Ebu Bekrin, Ebu Bekrin, radiallahu anhu, dhe ka thonë situatën e ka përset për lartë, ku janë vendosë me Mekellit, ku janë këta. Mirë po këtu duke bisedu, muslimat kanë marrë informata për situatën e Mekellive dhe e kanë gjetë një fëmijë, jo shumë fëmijë i vogël, po 14-15 vjeçar dhe i kanë thonë se i pa Mekellit, dhe janë sa me kanë thonë, jo në pyetje, po i kanë thonë, i pa Mekellit, i kanë thonë, po i kanë pa, janë vendosë, nga në tjetër e Bedrit. Dhe janë sa thotë, sa deri prejshin ata, thotë, një ditë natë, një ditë vend. Atër për janë sa se në Mekellit numrin, thotë ata janë në tërmjet 900 edhe 1000 vend. Dhe të shumë para se të bëhë lufta, një sahabi thotë për Islam, është një bunar me ujët e poshtë. A ka mësi të arrethojmë dhe të afrohemi që mos kenë mësi mushrikët e Mekës të afrohëm të ujë. Se kështë ka mësikën dhe
pozitën strategjike në lufta e fitar. Kjo është e vërtetë. Do është me shumë pak kushtar, mirë por në qëfë se e ke marrë pozitën, jo rastësisht për njësën thot, gjihadi nuk mund po kenë gati. Nuk është hadi luftojnë, ka dhe jo, a ki doktor? Jo. A ki pozitë mirë? A ki njërëzim me shko? Jo. A ki dhe ushtarë, mazgana? Jo. A ku pishka? Kuj nisë? Jaskët, jo. Ushtim, a ki pregatit? A ki e injekcione, mi dhëmë të kujtë me operacion, mi a unë për se dhimë, se në dolan dhimë. Jo. Nene, si e për lufti, si e për qjarë, nene. Këto më problemi kur ne mundohemi të njerë me mendu, ama nuk në zemë ne me mendu, sepse ka kush ka mendu më herë, edhe ka kush mendu me të të menet rahat, inshallah Allahu, në mandë të kushme të jetojnë një jetë që nuk do të ketë nevoj për luft, sepse kemi pas luft, edhe janë të regu burat, edhe kanë vdek shahidat, edhe inshallah Allahu, ata shahidat e ka shumë gjenet dhe familjet e tire i shpërblemi gjenet. Në të shumë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të fillon lufta atë natë në ratë shën pak kala një shi. Shi ama jo shi që bëje problem, po një shi që mi fresku. Allahu të rëshalë thot që t'ja u largon nga shpirti, nga zemra të keqen dhe t'i pastron dhe t'ja u forcon këmbët. Su ka thonë. Shiu e kam dërgu që t'ja pastron zemra të gërësia, t'i pastron si sahabe, t'i kësjelon edhe t'ja forcon këmbët. Në të komandën e bëdheq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do me thonë si komandant suprem e tjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetë më ka ardhë një mekeni, edhe ka thonë nga me shkote që e kolari që ka zapo musliman, në qofë se nuk më lanë, ose ka me më problem, ose ka me kthej, ka me kthej e papiu. Të të është vëzër, në këtë rast, emrin e ka pas sahabë, jo sahabë që e ka vra për ti mushrikin që është vra, el-Esvet ibn Abdul Esed el-Makhzumi. El-Esvet ibn Abdul Esed el-Makhzumi. Ka qenë shumë njeri i fliqur, pa moral, edhe ka njës luftën pa u dash të njës njerë për njerë lufta. Ka shku ka thonë, unë të punani, kush guzan prej muslimanëve të Muhammedit me mdanu. Mirë po ka dalë zë një Hamza, radiallahu anhu dhe një në shkatë. E ka prejtë të tre, edhe i ka vdek në vendin ku ka ndodhë të tjarë. Pastaj këtu ju veni nati pa, i natit e mushrikët e Mekës dhe kërkojnë të luftim. Dalin tre nga mushrikët e Mekës, Utbe edhe Shejbe nga tjenë vlezër, dhe Velitin në Utbe, pjallë të aqës e kanë pasë. Tre vetë kanë një familje, di vlezër, Utbe edhe Shejbe edhe njëri me emrin El-Walid. Dërsa këto dalin atër, ju dalin kundër këtyre, do me thonë, sa i thonë të luftim, me po të luftim, tre sahabe nga Medina. I pari ka qenë Ubejtë dhe Ibn al-Harith, jo, Abdullah ibn Rawaha, me të sahabe tjenë, me në bëhë të Mekenicë pranojnë. Thonë, jo, o Abdullah. Jo, ne po du me luftu me të familjes tanë, me djemë të aqës tanë, nuk po du me dineni, s'kemi puni ju, s'kemi problemi. Po du me luftu me djemë të aqës tanë, sepse tretë ka qenë familjen në lëvejtë. Të gjithë Mekenicë kanë qenë familjen në lëvejtë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhon Ubejdet ibn al-Harithin, Hamza radiallahu anhu dhe Ali radiallahu anhu. Fillon të luftimi, Aliu e vret njërin, Hamza e vret tjetrin, edhe Ubejdet ibn al-Harithi e vretat, mushrikin mirë përndaj i pjenë shpatë nga qërder, nga pas 5 ditëve ka vdek Ubejdet ibn al-Harith radiallahu anhu. Në që vëzër mirë po, para se të fillon lufta kryesore dhe me muslimanëve dhe jo muslimanëve, Allahu dhe Lëshanu e tërgon Gjibrilin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lutët dhe Allahumme, o Allah, në qofse
sot shkatrohet çdo 300 musliman, nuk do të ketë njeri që do të beson. Nuk do të bjen askush sejtë, nuk do të bjen askush ruku. Këtë po Allah në rëshallu, ja qënë baki thotë, enni ma'akum, unë jam me ju, për thëbbitu lëdhina amenu, dhe forcoj ata të cilët kanë besu, se ulti fi qulubin lëdhina keferu rruk, dhe unë si Allah, në zemra të atyre që kanë po kufër, do të afus frikën. Edhe kështu ka ndodhë, ka orë Gjibrili, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë, o Ebu Bekër, mos e keni gajte se Allahu në shkanu në ka nëjmru për fitorën, sepse pejgamberi s'ka me ka po Gjibrilin dhe me lajket tjera që i ka tërko Allahu, për me ndihmu Islamin si fejnë, për me ndihmu muslimat dhe për me ndihmu atë pakicën e muslimanët që ka keni luftën e vetë. Mirë për këtë luft, Iblisi, shetani, se në herë mundohet me në rejnë, me në fund, mërzeni, natin, luft me bëndë me të vetë, në këtë rast ka ikë, dhe shëndronë në formën e njeriut me emni Suraka ibn Malik, edhe ato i ka thonë, o Suraka, ti me në oknojshë me lëftu këndra Muhammed, ku pa ikë, ja, thotë, unë i frigohëm Zotit, sepse unë e shohat që ju nuk e shifni, sepse Suraka, Iblisi ka po me lajkët, ka po Gjibrilin dhe ka ikë. Atë shumë ka ikë sa që ka shpo dhe ka hinë në nuë që është fundosë në detin e këtë qështu, ose si pas fësurin. Jo që ka vdekë, se Iblisi nuk vdesë, dhe shkatrohet kretë kjo po do tjetë Iblisi, sepse ashtu Allah e ka në ti provokon dhe ti mundon njërësin se kush do tjetë muslimani e mirë dhe kush nuk do tjetë muslimani e mirë. Këtë luft të dërshën vëzër ka vdekë, krimineli më i madhë që quhet Ebu Gjehli. Thot Abdurrahman ibn Aufi, duke ndejtë në rrend, një dy fëmij me Muadhi dhe me Udhi, kështu i ka pas fëmijë, emrat ndër 15 vjetë ka ti. Tash mos gabojmë këtë rast, a 13, 12, 14, apo 15, do të thonë prej 10 deri 15 vjetë. Muadhi dhe me Udhi, ka shkuj ka thonë hoxha ti, Abdurrahman ibn Aufi. A na tregon cili është Ebu Gjehli. Se këta kanë qenë Medinës, kur një herë se kanë po Ebu Gjehli. Atë s'ka pas internet, as YouTube, as Facebook. Ju të rritë të ashtë dini këtë punë më mirë. Merë malli me po filanjerin e qenë për njerë. Ama ja, në atë kohë s'ka pas. Edhe këto se kanë njofë. Abdurrahman ibn Aufi dhe të rronë, të finalin. Edhe këta, kur përzijem situatën në luft, të shkojnë afer me thika të di. E kapin në rëzën e Gjehlit dhe e shpërthejnë. Mirë po Ebu Gjehli nuk të desë. Në këtë rast nuk të desë. Pasi që krijet lufta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon Abdullah ibn Mesudin edhe do të shkojë përcjellë situatën e luftës. Abdullah ibn Mesudi shkon dhe e gjen Ebu Gjehlin. Ai Ebu Gjehli ende pa shpirt. Ende pa shpirt, ende pa tek. Edhe ka përveçi. Edhe si ai më i vjetri për e kapat minjët për këtë e qenë do të me prisë se e shtëplonë. Para më dëllë Abdullah ibn Mesudi, a i baba e ka finë e vetë edhe pak duhet pushtërnu. Para më dëllë Abdullah ibn Mesudi, ka qenë sahabe, kër e ka kape Ebu Gjehlin për veqja. Sa ka pas mundësimi a me a shkull veqja? A mundi me para më dëllë? Qaj kësë me ka shkull veqja i ka thonë Ebu Gjehlin, e ma me në meke. Unë duke në të Kur'an, ti bishëm ka që për veqja, të është e ti kime në të Kur'an. Kjo në kohë Kur'an, siha. Fjallë pejgamberit, këtë rejnë, e thotë veç për veshi, vërë asociate, edhe ja pret kokën, kretja da për i trupit. Abdullah ibn Mesudi ja hej kretë kokën. Edhe ja qanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thotë ja Rasulullah, që koka e Ebu Gjehli. Kështu krijet një histori që ka pas mundësi me qenë shumë më e dhimbshme se kjo, ka pas mundësi me qenë shumë më e mirë dhe më avancuese për musliman se kjo, mirë po kështu ka do, qëka Allahu dhe kështu ka do. Ta si se në nërë, kur ndodhë dhe qëka mund me thonë, ka pas mundësi me ndodhë, ma mirë, mirë po ka pas mundësi me ndodhë, ma keqë. Edhe qëka me nërë, themi, elhamdulillah, që kështu ka ndodhë. Kjo që ka ndodhë, dhe një mosaba,
Në qoftë se është mirë, i themi alhamdulillah, në qoftë se është keq, i bëjmë sabër. Dhe që vëllezër këtë luftë ka pas sahabët që kanë vrapu pas, për shembull, Ebu Bekri radiallahu anhu ka qenë luftë me djalin e tij, sepse Ebu Bekri ka qenë musliman, ndërsa Abdurrahmani, djali i Ebu Bekrit, s'ka qenë musliman. Dhe në luftë po të ishin taku, do të priteshin, do në të vete, mirë po alhamdulillah nuk janë taku. E pastaj Abdurrahmani e pranën Islamin. Ebu Ishaqi transmeton se këto vllau e ka vrarë vllaun e vet. Edhe i vllau i ka thonë vllau vet. Musab ibn Umeri këtë rast i ka vrarë vllaun e vet. Edhe janë mërzit. Ai vllau vet i ka thonë Musabit, a bash ka mendja që ti më vrarë. Do të valloj ti s'kam vllau. Ti s'kam vllau, e kam këtë Ensari, se ka pas një prej Ensarëve Medinës, afër dhe këtë e kam vllau, ti nuk kam vllau. Vllau e ka vllau, e kam qitë me shpatë luftën e Bedrit, sepse kështu Allahu subhanahu wa taala ka dashur. Lajmi për të sfat ka arrit Mekë janë mërzit. Do me thonë ju keni këtë rast e dini Hindin për shortën e Abu Sufjanit, asaj këta 3 vend që kanë ndonë në luftim, ja kanë vrarë njërin e ka pas vllau. Do me thonë tjetër, treti ka pas familje dhe është nervozum dhe e dini se në luftën e Uhudit pastaj atë që amca kur ka ra shehid, kjo Hindi, si pas asaj që kemi mësuar historinë. Ama mirë po, dietarët kanë vërtetuar që Hindi, para se ta pranë Islamin, e ka qasë amcën gjoks edhe e ka bërë mushknit. Ose ndonjë copë mishin, i ka bërë dhe i ka përti nga inati, që e ka pas ndaj Hamzës radiallahu anhu. Mirë po, kjo historia. Kjo historia do një historia shumë e mirë për ne, do një historia shumë e dhimbshme për ne. Mirë po, historia nuk e bëjmë sot tash. Ajo që ndodh tash i themi ndodhi. Ajo që do ndodh pas 20 viteve nuk dimë si do ndodh. Mirë po, ajo që ka ndodh, i themi histori. Mirë po, në historia në Islam shkruhet me argumente, nuk shtohet dhe nuk paksohet. Qoftë për ne, mirë ose keq. Haki është hak dhe nuk lëshon. Mirë po këtë rast, çështja e robërve. Për shembull ka pas 70 robër i kanë zonë në luftën e Bedrit. 70 mushrik kanë vdekur, 70 robër i kanë zonë. Robër prej robërve do i kanë vrarë. Duke sepse njërin që e ka vrarë, e dinë me që e ka bërë, me ka marrë zorët nga plausi i tepës ose lopës që e kam prej dhe për shtamë kur ka rohë sejtë, të turë sejtë, dhe si ka rohë sejtë, dhe e ka qujtë për një kritë. E kam thonë ti ja, ti s'mund me ta farë. Edhe Aliju radiallahu anhu preje, Aliju radiallahu anhu e ka lifitu. Se kështu pak nga merë shumë pajatë me të prejme, për një aposi si karatistë të qërë të prejme. Më falë, një nuk e qëllime me të regua së kam dhërë, për ato që janë gjamire, për ato që do të nashojnë pastaj, po kështu ka ndohë. Ta që e shqip një jahudi, se si e prejshë në muslimat, asë një nuk mërzitët, e unë po mërzitët, apse bëj kështu me thimë. Po kështu ka ndohë. Unë për vete, do shta isha frikë, edhe Allahu Alema do të mundna me brejtët dele në një lopë e jo mu marrë me diqka tjetë. Mirë po, historia do të tregu ashtu si ka ndohë. Në të që vëzër, pejgamberi mërdonë që ata mushrikët e Mekës që janë robë, t'jo mësojnë nga 10 fëmijë muslimanë. Si se një prej tyre i mësojnë nga 10 fëmijë muslimanë me shkrim leximin që muslimanë të përbarojnë sepse kanë qenë analfabeta, nuk kanë dinë me shkujt asë me lexon. Kjo është historia e shkurtër. Se e përket luftës e Bedrit, sepse lufta e Bedrit ka ndodhur një muaj, 3 derse janë vetëm se si ka oftuar me Islam prej Medinë deri në Bedr. Ti 3 derse do të më bëjë se si është filluar jeta brenda një muaji, ka pas shumë probleme, ka shumë analiza. Është vetëm për robërit, ku si o sjell me robërit kemi një tërë që po të desë. Mirë po kjo është një histori shumë e shkurtër për ta kuptuar se si kanë luftuar musliman ditën e 17 të Ramazanit
dhe e kanë luftu Ebu Gjehmin dhe kanë vrata të të Allahu me melaiket dhe mendimin e tij e ka bërë mundshme që të triumfon. Dhe sot i kësaj dite ne ta përmendemi triumfin e Pejgamberit dhe të ndashemi me këtë triumf edhe të gëzohemi. Inshallah Allahu na mëson dhe të jemi së bashku në xhenet nacion. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.